4 muaj pas arrestimit, Italia ka vendosur të kthejë në Shqipëri biznesmenin bujar Alias Marcel Shega. SPAK e akuzon për pjesëmarrje në organizatën kriminale të Suelçelës, madje duke e konsideruar si personin kyç për lëvizjen e parave. Ndaj 52 vjeçarit me kërkesë të SPAK, GKKO ka vendosur masën e arrestit me burg, ndërkaq burimet kanë bërë të ditur se ekstradimi është kryer dhe me pëlqimin e tij. Në dosjen e SPAK, akuzat janë ngritur për trafikim të narkotikëve kryer në formë të veçantë të bashkëpunimit, grup kriminal, pastrim i parave. Një nga rastet e grupit Çela, SPAK ka veçuar sekuestrimin e 930 kg kokainë në Ekuador në dhjetor të vitit 2020. Shega rezulton të drejtojë 2 kompani në Shqipëri, Viola Green, të krijuar në vitin 2015 dhe Wonder Green një vit më pas. Përmes subjektit të parë rezulton që deri në vitin 2021 të ketë marrë 10 kontrata publike kryesisht në Elbasan, Cerrik, Peqin dhe Prenjas. Operacioni ndaj grupit të Suelçelës u realizua në fund të nëntorit të vitit të shkuar, ku u dha 19 masa. Mes tyre ishte edhe vetë Suelçela, por që deri më tani nuk është mundur të arrestohet. Me të njëjtën dosje, masa e arrestit me burg u vendos dhe për ish gjyqtaren Pajtime Fetau, por edhe për ish shefin e krimeve Dedan Gjoni. Për zbulimin e veprimtarisë kriminale shërbyen mesazhet e zbuluara në aplikacionin Skype.